Lëvizje të reja po zhvillohen në qeverinë Rama 4, në të parën mbledhje qeveritare ku mori vendime, kabineti i kryesuar nga Edi Rama vendosi edhe të parët zëvendësministra që do t'u besojë detyrën në këtë mandat të 4 që sapo ka nisur. Burimet bëjnë me dije se ish deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës ndër emrat më të votuar në listën e socialistëve Edona Bilali është emëruar zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjetikës në një nga ministritë që cilësohet më të rëndësishmet e kabinetit qeveritar. Ish deputetja dhe njëherëzi ish ministra e shtetit për sipërmarrjen do të mbajë këtë post të rëndësishëm në kabinetin e Belinda Ballukut, duke u bashkuar qeverisë pas rezultatit rekord që mori në zgjedhjet e 11 majit, duke u renditur e para me numër votash në qark dhe e dyta grua socialiste më e votuar në Shqipëri. Edona Bilali ka një karrierë profesionale në fushën e projekteve zhvillimore, ndërsa së fundmi ajo mori edhe titullin doktor në Austri. Gjithashtu, qeveria do të ketë edhe 2 zëvendësministre të reja. Edi Rama ka vendosur të rikthejë në kabinet Eugena Tominin, e cila deri më sot ka mbajtur postin e drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik, duke u rikthyer në këtë detyrë si ish zëvendësministre e shëndetësisë, ndërsa një tjetër emër surprizë është ish deputetja e LSI Silva Caka, që u emërua zëvendësministre e brendshme. Këto janë 3 zyrtarizimet e para që Edi Rama ka bërë në këtë mbledhje të qeverisë, ndërsa në ditët e ardhshme pritet të mësohen edhe emrat e tjerë që do t'i bashkohen kabinetit qeveritar në riformatimin e ri që tashmë i është bërë qeverisë me nisjen e mandatit të 4.